Jemi duke folur për njerëz që me prezencën, me fjalën, me dukjen, me atë mesazhin që përçojnë përmes një audience të madhe, ndikojnë tek popullsia, tek shoqëria, tek rinia etj etj. Del nuk po flasim as për mjekësinë këtu. Jo, ata ndikojnë me veprimet e tyre le të themi një audiencë të gjerë. Publiku që mund tjetë konkretisht, se kështu në për ajër nuk flasim dot. Gazetarve, një sekund, gazetarve ju lejohet kjo gjë ta bëjnë gazetarët, që dalin në për ekrane. Janë të certifikuar ata? Jo. Në plan etike jo. Në plan etike jo, jo, nuk duhet ta bëjnë. Sepse janë gazetarë, japin influencë për profesionin e tyre, jo dalin bëjnë modeling. Nuk shkon në etikisht, në aspekt etike. Nuk po flasim për modeling, po ke sa të duash. Një gazetar informacioni. Një gazetar informacioni. Pikërisht pra, po këtë po flasim pra atë duhet. Atë tham që në fillim të emisionit. Po shkojnë e blejnë njerëzit dhe ajo së të Jo, pra jo. Albano, na le pa reklama, Albano. Jo modele. Jetë reklama. Na le pa reklama. Jetë reklama, mos të ngatrojmë reklama. Se është tjetë reklama tani, një sekund se s'po bëhet kakofonit.